A do t'jetë politika, thelbësisht themi, a do t'jetë politika, sepse kur sulmohet njëri kraj tha Agroni, po të gjithë jemi të një mendim, ata që ndrojnë mbi emrin Domanit, kur sulmohet Saliu, du mundim mbi emrin Domanit, me 5 mbi emra i vendosin asaj tjetrës, si e ka Gjokës, 5 mbi emra e tjerë, kur sulmohet Edi Rama mblidhet, kur sulmohet Edi Rama mblidhet dhe ky tani bën ligjin e gjithë, dhe politika tani çfarë do bëj me këtë? Duket si një patate nxehtë që i ka mbetur në dorë, por ka në dorë disa gjëra të rëndësishme, sidomos vitin që vjen. Që edhe mund të zakonisht të largohet. Ekziston një farë bindje që kur je në ekzekutiv, du t'i durosh gjitha të ramët dhe mos të reagosh për arsye se fuqia e shtetit nuk ta lejon që t'i sulmosh tjerë. Është një farë, po themi kështu, aksiome e pa shkruar, por është e vetë kuptueshme. Megjithatë, ka kohë që në botë liderët po i sulmojnë mediat, liderët po i sulmojnë gjykatat dhe liderët po i sulmojnë edhe NGO-t. Nuk ka qenë deri para 10 vitës kjo logjik. Do të thonë, këtë e filloi Britania, e shtresoi Amerika, doli në Evropë dhe ka ardhur edhe në Shqipëri normalisht. Mos flas për vendet ballkanike, që sulmet e liderëve ndaj mediave dhe ndaj tjerëve janë të forta. Dhe tash kjo është betejë. Kur po kthehemi te kjo betejë, atëherë po kthehemi te kjo që Edi Rama e bën përballë drejtësisë. Natyrshëm që një njeri kur i sulmohet njerëzit e tij, me fakte ose pa fakte, ai e gjen gjuhën e tij për të mbrojtur. Dhe ajo gjuhë e ka jetë gjatësinë e shkurt apo të gjatë, vetëm kur ballafaqohet me fakte. Edhe kur gjyqi e vërteton se këto fakte e dënojnë një ministër, një njerit administratës tij apo tjera. Këto fakte realisht e bëjnë drejtësinë e fortë. Nuk e bëjnë mesazhet telefonike drejtësinë e fortë. Mesazhet dhe telefonat janë gjithmonë keqkuptim. Keqkuptim në mes njerëzve. Dhe ato nuk e arrin kur suksesin, përkundrazi, e dobësojnë drejtësinë. Spaku për mua është dobësuar kur ka kërkuar përmes mesazheve ta demonizoj, po themi, personat, personalitetet apo situatat. Parasysh se s'ka qenë i sigurt që faktet në një moment janë të mjaftueshme për të arritur qëllimin. Kjo është arsye pse unë mendoj që edhe pse e arsyetoj ambientin shqiptar, e arsyetoj ashpërsinë e spakut, gjuhën, mesazhet, përdorimin e mediave, dhe nëse ka dikush që i ka përdorur mediat, është spaku, njerëzit e spakut. Dhe kjo është përvojë ndërkombëtare në situata të cilat i kanë përdorur në përgjithësa vendet e botës. Dorën zemër, ajo që më shqetëson është se na nuk e kemi bashkinë ndërkombëtare këtu për ta zbutur korrupsionin, por është për të rritur të burgosurit, ose për të rritur numrin e të burgosurve. Kjo mu po më shqetëson. Rritja e numrit të burgosurve nuk e ndërton strukturën e pakorruptuar. Kjo është përvoja, leximet dhe gjitha ajo që ka ndodhur në vendet e Ballkanit, vendet e Evropës së Mesme dhe lindjes. Dhe unë konsideroj që ambasadat e kanë memorien afatshkurt, vinë dhe e kryejnë një detyrë, vinë me një mandat që thonë këta njerëz janë të korruptuar dhe do të shkojnë burg. Dhe ata fokusohen atë detyrë. Por kontekstin social dhe politik mendoj që shkatërrohet nëse largohen liderët pa përgatitur një leadership të ri. Edhe në qoftë se largohen me institucionet e spakut ose drejtësisë. Mendoj vetëm shikojini çfarë ka ndodhur me njerëzit në Kroaci, çfarë ka ndodhur me njerëzit në Bosnjë, çfarë ka ndodhur me njerëzit në Serbi, çfarë ka ndodhur me njerëzit në Kosovë dhe çfarë ka ndodhur me njerëzit në Kroaci sidomos. Në Kroaci sidomos.
ndëshkimi dhe burgosja njerëzve nuk është strukturimi i institucioneve pa korupcion. Kjo nuk ndodh. Këto e kam sigurt, e kam bindje dhe këtë bindje unë e kam drejt mjafton publikisht njerëzve. Mundem? Po, flet dhe përmbyllim. Këtë si do kalim në 2 pika tjera. Po, Agron? Shko, me që Batoni mori shembull çfarë ka ndodhur në vendet përreth Shqipërisë ose vendet që kanë bërë të njëjtin rrugtim që po mundohet të bëjë Shqipëria. Bashkimi Evropian ka vite që vendos një kushtin kryesor për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që është fundi i ndëshkueshmërisë dhe lufta kundër korrupsionit. Dhe njëjta gjë ka ndodhur në shumë vende tjera që kanë bërë pjesë, që kanë bërë të njëjtin rrugtim që po bën Shqipëria shumë vite më parë dhe janë pranuar pasaj në Bashkimin Evropian. Gjitha vendet që përmendi Batoni, ka qenë kusht. Është respektuar ky kusht, është realizuar ajo detyrë dhe pastaj ka hyrë në Bashkimin Evropian. E njëjta gjë po ndodhet me Shqipërinë. Po jo, mora Agron, se Rumania dhe Bullgaria janë vendet më të korruptume që ekzistojnë, a Shqipëria si afrohet. Edhe njerë, të njëjtin rrugtim kanë bërë në këto vende sundonte pa ndëshkueshmëria, politikanët e korruptuar vidhin dhe nuk ndëshkoheshin. Bashkimi Evropian i tha, doni të bëni pjesë e Bashkimit Evropian? Duhet të bëni reformën drejtësi, duhet që të korruptuarit të dalin para drejtësisë. Nuk kërkoi që të zhdukej korrupsionin këto vende, po tha, duhet të veprojnë dhe të ekzistojnë institucione të drejtësisë të pavarura. Është një proces, nuk ndodh brenda ditës. Dakor? E njëjta gjë po ndodh edhe në Shqipëri. Dhe ky është kushti kryesor për të hyrë në Bashkimin Evropian. Tani Bashkimi Evropian, që është ai që ne na vën notën, po esni në drejtimin e Durrës, po esni në drejtimin e Durrës, çdo herë që bën një raport mbi Shqipërinë, nënvizon rëndësinë e luftës kundër korrupsionit dhe vlerëson përpjekjet për luftën për arritjet në luftën kundër korrupsionit. Këto janë fakte. Se konteston kërkush Shqipëria është vend me korrupsion të lartë. Unë nuk kam dëgjuar asnjë zyrtar të Bashkimit Evropian që të thotë jo po drejtësia nuk bëhet nëpërmjet mesazheve, siç tha Batoni, jo po drejtësia nuk duhet të përdori mediat, siç tha Batoni, jo po drejtësia nuk bëhet. Nuk duhet. Të lutem. Unë thash që spaku i përdor më shumë di media. Unë po them asnjë nga këta, e thot Batoni, e thot Rama, e thot Maggioranza, e thon analistë të tjerë për ditë, gjëra të tilla. Unë nuk kam dëgjuar asnjë zyrtar të Bashkimit Evropian që të thotë të ngrejt çështjen e rritjes të burgosurve, përdorimit të mediave, mënyra se si e bëjnë gjyqet, provat që kanë mbledhur, asnjë nuk e ka bërë. Bashkimi Evropian? Asnjë nuk e ka bërë. Janë raport. Asnjë janë persona Këshilli i Evropës. Raportin e zgjedhjeve. Këshilli i Evropës e ka bërë. Këshilli i Evropës nuk është Bashkimi Evropian, është një organizat ku ata kanë gjetur një lidhje, i kanë thënë thuaj ai e thot, tjetër e thot, nuk merret vesh e thot si kryetar, po nejse.